rituali i datës 19 mars për të liruar çdo gjë që na ka bllokuar deri më sot dhe për të shkruar dëshirat që do vendosim për datën 21 mars, 24 dhe 29. Shikoni videot e mëparshme që të shikoni çfarë pikërisht bëhet në këto datë. Sot është dita që ne shkruajmë dhe lirojmë. Çfarë duhet për këtë? Një fletë të bardhë A4, një silolaps të kuq, në qoftë se keni, në qoftë se s'keni s'ka gjë, kemi marrë një qiri, mund të ndisni një qiri, këtu afër, dhe një gotë me ujë. Dhe filloni të shkruani ditën e sotme, 19/3/2026, emrin dhe mbiemrin tuaj dhe datëlindjen tuaj. Dhe shkruaj: unë Merita sot liroj nga jeta ime, nga gjithçka, dhe emërtoj 1, 2, 3, 4. Sjelljen, për shembull, liroj çdo gjë që më bllokonte, që nuk vinja kufij deri tani. Liroj bllokimet që nuk kam partnerin e përshtatshëm. Liroj bllokimet që nuk kisha pasurinë ose marrëdhënie, çfarë do që doni ju. Frikën e vetmisë, frikën e braktisjes, do të thënë çfarë keni ju deri tani, keni patur bllokime, keni patur neglizhime në jetën tuaj, sot i lironi. Në një fletë tjetër, do t'ju them dhe pasaj si do ta bëjmë këtë dhe me qiririn, në një fletë tjetër do shkruani ato që dëshironi të ndryshojnë që sot e tutje. Këto lirojmë, këto ndryshojmë. Do më thënë do bëhet në 2 pjesë. Në rregull, do t'ju them si do ta bëni letrat më mbrapa, filloni dhe shkruani tani. Dhe tani, siç e shikoni, kam një fletë këtu që kam shkruar ditën e sotme, emrin mbi emrin, dhe këtu është ajo që liroj. Dhe them sot unë Merita Caki, deklaroj se që sot e tutje, le pas nevojën për të dhënë për të tjerët, për që të më duan. Le frikën se do mbetem vetëm në qoftë se them jo, do më thënë, dhe shumë e shumë të tjera, shkruani sa të doni. Dhe pastaj do vini një qiri që e keni të ndezur mbi këtë fletë për 19 minuta. Shënojeni dhe vendoseni për 19 minuta. Në të njëjtën kohë kam përgatitur dhe fletën e dytë. Kjo është që çfarë kërkoj të vini që këtu e tutje. Kjo është lirimi e para, kurse kjo, si që shikoni, kjo tani, kjo është fleta që është çfarë liroj, edhe e shkruajmë çfarë lirojmë, le frikën dhe mënyrën e jetesës që të qëndronja si femër në hijen e një burri, ose çfarë do tjetër, çfarë do që ju dëshironi. Dhe ju thash është emër mbi emri dhe data e sotme. Më pas kemi vënë qiririn dhe e mbajmë për 19 minuta të kjo. Në të njëjtën kohë kam përgatitur dhe fletën e dytë. Kjo është çfarë kërkoj unë që këtu e tutje, dhe kam thënë që unë Merita Cake deklaroj që sot e tutje unë vendos ju do vini emrin tuaj. Se ndryshoj mënyrën e sjelljes time në këto pika. Zgjedh veten dhe e vë në vend të parë. Zgjedh të respektoj veten dhe kufijtë e mi të jem besnike tek vetja ime. Zgjedh dhe lejoj të kem pranë njerëz që më vlerësojnë dhe më respektojnë. Dhe shumë e shumë të tjera shkruani sa të doni. Kemi dhe nga ana e dytë, nga ana e mbrapshme, mund të shkruani sa të doni, nuk keni kufizim. Dhe në fund kam vënë emrin dhe mbiemrin tim, mund të vejmë dhe ditën e sotme, 19/3/2026. Tani, mbas këtij qiriri që i kemi këtu, si që shikoni, që është 19 minuta, do mbaroj kjo, pastaj do ta vëmë te kjo letra tjetër.
këtë që e lirojmë, këtë letrën e parë që e lirojmë, si që shikoni, do të marim dhe do të digim në përjashta në këtë qiri. Do më thënë është ato që sot ne i lirojmë. Kurse këtë letrën e dytë që ne kërkojmë të vinë gjërat, këte do të mbani dhe në qoftë se do jeni pjesë e trajtimit të datës 21 që me engjëllin mbrojtës të shikojmë si do realizojmë, do jepet mënyra që do ta keni dhe për ju për në shtëpi, si do realizojmë më tej dëshirat tona, atëherë do ta sillni atë ditë këtë me vete. Për juve që nuk e sillni, mundet në qoftë se s'doni në grup, mundet dhe në atë që mund ta mbani që të për në datën 2 dhe në datën 2 duhen bërë disa rituale të tjera. Në datën 21 do bëjmë këtë, kush do jetë pjesë që do marri pjesë do marrim dhe për portat e tjera në datën 24, 29 dhe çfarë do bëjmë deri në datën 2 prill pasaj me këto letrat që do shkruajmë. Në qoftë se si e pjesë e grupit më vjen keq, por nuk mundemi të japim më gjëra dhurat vetëm falas, sepse duhet të kemi gjithçka në harmoni dhe një nga gjërat që kam kërkuar është dhe kjo, të jem në harmoni në energjinë time, jo vetëm të jap, por dhe të marr. Dhe besoj që jeni okay edhe juve, çdo njeri duhet të verë veten e tij në radhë të parë, në qoftë se vërtet doni transformim, në qoftë se doni të bëni ndryshim, duhet që energja që të merrni, duhet të jepni që dhe të merrni, sepse vetëm po të merrni, ndaj nuk ju realizohen edhe dëshirat, sepse nuk respektohen ligjet e universit. Këto nga ana ime, kush të dëshiroj mund të kërkojë linkun e datës 21 dhe më pyesni, më shkruani në privat si do ta bëjmë. Telefonin do ta keni dhe këtu dhe keni në çdo video. Shpërndajeni këto video sepse dikush tjetër mund të ketë nevojë edhe të vijë dhe në këtë trajnim. Gjërat do jenë tjetër soj që këtë tutje. Ju dua shumë, ju përshëndes, por investoni tek vetja juaj, sepse kemi ardhur këtu të bëjmë ndryshimin, kemi ardhur të bëjmë evolimin, nuk kemi ardhur për gjërat vetëm ta mbukë dhe të punojmë dhe të lodhemi. Kemi ardhur të shpëtojmë shpirtin dhe të arritim. Ju falenderoj.